Siç e dini, plisi është simbol I rëndësishëm kombëtar dhe pa diskutim që meriton edhe vendin për të qenë I mbrojtur nga UNESCO, njëjtë siç është edhe Gjubleta edhe Lahuta njëkohësisht, dhe këto të dyja tashmë janë futur në këtë organizatë dhe janë të mbrojtura që nga viti 2025, pra ky vit që po e lëm pas. Presim që dhe plisi ta ketë meritën e tij dhe vendin e duhur, e ku tjetër do të mund ndodheshim përveç se tek Ergylle Gjurgjalo që njihet për punimin e plisit në Kosovë dhe ato llojeve të ndryshme, andaj sot kam kënaqësinë që të lëvizim në përpunëtorinë e saj, edhe të shohim llojet e plisëve që I ka punu, po njëkohësisht edhe këtë procedurë të punës që e bëjnë çdo ditë. Ergylle, mirë se të kemi gjetë edhe një herë po takojmë. Jeni gjithmonë të mirë se ardhur dhe është kënaqësi e imja të jeni këtu. Si gjithmonë për mu, duke qenë se unë alëm të pjesa e parë këtu, atë të tregojmë sepse me radhi ke ambientet ku shkon dorë pas dore deri të bëhet një plis total. Po, ashtu. Jemi tash në repartin e terne, ku fillon procedura e plisit. Ma përpara I kemi landën e parë që është leshi I deleve, e lame është e pastër, domethënë. Prej kësaj, ne I bëjmë një brum që është leshi I gjatë, shkurt, edhe mesëm. Ashtu që bëhet një brum, bëhet shprishja e leshit, që merr qëtë formën, si të prishet. Shprishet do me thanë leshi. Po deri në qëtë formë zakonisht na me seri ma te përpunojmë. Ashtu që I mbushim këtë asi, e vazhdojmë bandit për të marrë plisi formën e parë, do me thanë. Si bëhat kjo shprishja e leshit, kalojmë njëherë në qëtë maçineri, këtu. Leshi vendoset këtu. Kalon në për makineri, kështu. Fillon procedura e punimit të maqinës, që leshi kalon të ashti për para anejna, mundena me parë në qëftë të doni edhe ato. Po. Këto janë asi që mbeten këto leshi që mbetet, ku të ashti si shposhini, leshi veç po fillon me ardhë, edhe më shtivet në qëtë kalëp, në lëvizje është edhe kjo, ku prej qësaj kalëpit dalin 2 plisa pastaj. 2 plisa, prehet do me thanë mes prehet me gërshan, edhe prej qësaj kalëpit dalin 2 plisa. Tashti him në repartin këtu që bëhet hekurosja e plisit, njëjtën kohë rrumja, premja e buzëve të plisit, ashtu që finalizimi do më thënë bëhet këtu. Po do me ditë që është ndjesia me u rrethu gjithmonë me plisa, sa herë që I shet, çdo ditë kjo është punë e jotja rutinë, po... Po, është një kënaqësi e madhe, sepse plisi nuk është thjesht një fjalë plis. Plisi është mira vjeqare. Na s'kena zbuluar plisin, kemi gjetë. Mirë po, na duhet të ruajmë traditat, simbole tona identike. Po emocionohesh, po më duket, po njëkohësisht nuk pe di sa po e ruajmë, sa po e kultivojmë këtë traditë. E tash jurinia duhni ma tepër mi hap sytë edhe mi rujt asi këto simbolet tona që janë me vlerë me të vërtet mdhaja janë, me vlerë të mdhaja janë. Ati shojmë me radhë dhe ati pas ke ekspozu disa të vendeve, të rajoneve, po pa tjetër, të rajoneve tona të ndryshme. Këto janë që I ke punu? Po, nesër kena një ekspozit, teshat kombëtare të shkunit, vetë shkunin na e prodhojmë, pram këto I qepëm, bashkë me djalin, ashtu që... Sa kohë ju mori, se nuk janë edhe tleta për me u punu edhe aq ma tepër kur e dim që I takojnë kohës të kalume, për para I kanë vesh shumë, I kanë bajt kretë kohë. Gjysh jem pa këtë jelek nuk kanë ditë, pa tishtë që jo. Mas pari zhgunin, gati një muj në ka marrë kohë. Veç këto asi, peshat. Këto kombëtare, do me thanë tirqit.
po ka kërkes, se s'po gjendet ashti zhguni, shumë vështirë që s'ka kush që punon, provon. Plisi është në bisedë edhe besoj që është në përfundim biseda për në UNESCO plisi, që pa tjetër duhet të shkon në UNESCO. Në qoftë se nuk mbrojmë në gjeneratat tona, atëherë mund të na vjedhin edhe plisin ton të bukur. Me 31 gusht, kena pas festën e plisit në Kruje. Atë ditë, kena nënshkruar prej shumë shoqatave që plisit të shkon në UNESCO. E është në punim të ashti kjo procedur që plisin në UNESCO. Mirë po, jam e lumtur shumë që Gjubletën po, lahuta tash murëm lajmin para disa diteve që është po, shpresoj edhe besoj shumë që edhe plisin të kemi në UNESCO. Je, muj me thonë lirisht ndër personat që ke kontribu shumë, duke qenë se bashkë me familjen e keni tradit punimin e plisit. Plisin do ta kemi në UNESCO dhe uroj sa më shpejtit e mundshme. Si të bën kjo me undim andej që një kontribut të jashtëzakonshëm e ke dhënë edhe ti pikrisht për këtë gjë, edhe ke ngrit zonin që tjetë në këtë organizatë mbrojtjes. Po normal që çdo punë njeriu që punon, ndihet mirë, është një kënaqësi e veçantë. Më leje mo kur është në pyetje këto vlerat tona kombëtare, simbolet tona kombëtare. Është kënaqësi e madhe, që thojnë zemra mal abat, bahat zemra mal, që deri të vim në aty për mbrojtjen e plisit ton. Plisi jon është i bardhë, jemi me faqe të bardha, jemi me zemra të bardha. Plisat janë ka lloje të ndryshme, forma të ndryshme të plisave. Plisin si që kam une në Krye, ma tepër ana e Dugaçinit këtu ne në Kosovë përdorim. Mirë po edhe pjesa e një pjesë e Shqipërisë po, ana Lumjane, mandej me maje, është plisi, kjo është me maje. Prapë është katrore po, ana e Tiranës që i mban Shqipëria e mesme. Dibranin i kemi, Dibra, ana e Kërçovës, anina i mbajnë. Plisi Labe, Labëria, anina, ana e jugut Shqipërisë, këto i përdorin ma tepër. Ashtu që kemi disa lloje të plisave. Mirë po, tek na në punëtorin ton, plisat i kemi me mallësi të ndryshme. Duke filluar prej 0 viteve, prej bebave, do me thënë gjitha mallësit i kemi. Sot çuditen që Ergylja ka ngrit shumë zanin për plisin, edhe jam ku jam sot une. Atëherë, edhe një intervist, një foto, një aktivitet, një çka do qoftë diçka, Ergyljen pa plis mundeni me pa. Uroj që edhe rinia ju mos të harroni plisin, mos të harroni Gjubletën, teshat kombëtare zakonisht, ti mbajmë këto traditat, këto që kena gjetna, jo që kemi vetë s'kena zbulu ato simbolet tona. E uroj që edhe rinia festat e fundvitit të festojmë me plisat e bardha.